Brenda këtij muaji pritet aplikimi i tarifave në tunelin në Llogoraz, duke i dhënë fund periudhës së kalimit pa pagesë. Punimet për vendosjen e sistemit pagesës kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa gjatë kësaj të hëne janë zhvilluar testet e fundit për funksionimin e plotë të pajisjeve. Kamerat e sigurisë, sistemet elektronike të kontrollit dhe infrastruktura mbështetëse po verifikohen për të garantuar një proces të rregullt në momentin e nisjes së tarifimit. Pagesa do të nisë nga 100 lek për motocikletat dhe maksimumi do të jetë 5.000 lek për mjetet e tonazhit të rënd. Për autoveturat, tarifa e kalimit do të jetë 250 lek ose 500 lek vajtjardhje, 500 lek për mjetet me karroceri, 1000 lek për furgonët dhe autobusët. Ndërkohë mbetet për tu parë nëse do të ketë lehtësi apo kartat posaçme për banorët rezident. Televizioni 6+1 Vlora zbulon edhe listën e çmimeve për të kaluar tunelin në Llogoraz. 100 lek për mjetet motorike me karakteristika motociklet, motociklet me 3 rrota dhe 4 ciklet. 250 lek mjetet motorike me 2 boshte, me lartësi 1.3 metër, e matur të boshti parë, makina pasagjerësh, automjetet të lekta shpërndarjeje. 500 lek mjetet motorike me më shumë se 2 boshte, me lartësi 1.3 metër, e matur të boshti parë, makina pasagjerësh me rimorkjo ose karavan, automjetet të lekta shpërndarje me rimorkjo ose karavan. 1000 lek mjetet motorike me 2 ose 3 boshte, me lartësi 1.3 metër, e matur të boshti parë, përfshi autobusët, kamionët dhe mjetet të ngjashme me rimorkjo. 5000 lek mjetet motorike me 4 ose më shumë boshte, me lartësi 1.3 metër, e matur të boshti parë, përfshi autobusët dhe kamion me shumë rimorkjo. Ndërsa në këtë tunel nuk do të lejohen mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme. Tuneli Llogoraz fillimisht u hap vetëm për sezonin veror në korrik 2024 dhe më pas në nëntor të këtij viti u mbyll. Pasi mbaruan të gjitha punimet, tuneli u hap përfundimisht në maj të vitit kaluar dhe deri më tani kalimi ka qenë pa pagesë, me qëllim që të lehtësojë kalimi gjatë sezonit turistik veror. Në total, ky projekt kushton 20 miliard lek, ndërsa është një investim infrastrukturor që konsiderohet si ndër më të rëndësishmet për jugun e vendit.